Me qenë se kryeministri i Shqipërisë i dërgovi gjykatës të kushtetutës që të mos e pengonin zëvendës kryeministrin që të vitë në zyrë. Po ajo nuk është që pse vajti vonë në punë edhe e kanë penguar. Gjykata dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodhet në botë, po i Raçekanit nuk kthehet më fjala mbrapsh. Në asnjë mënyrë. Pra gjykata ka thënë që të largohet nga zyra, para arsye Balluku duhet ishte arrestuar para 7 ditëve. Dumani duhet të përfundoj arrestimin e Berishës, arrestimin e zëvendës kryeministres dhe 6 ministrat të tjerë, plus janë edhe 20 nga PD-ja. Ish ministrat e PD-së që sot punojnë në përbangë, në përvende të ndryshme, nuk po i themi emrat, po janë gati për të arrestuar. Pra, Dumani do përfundoj arrestimet kyçet kryesore. Kurse, ai që është bërë i riu, Zoti Keta, merr pastrimin me fshes, po thuaj të gjithë. Nuk ka njeri me të paprekshëm. As Berisha, as Edi Rama, edhe ata që kanë vdekur si punë në nanos, do e japin llogari. Sistemi ka qenë në atë mënyrë të dashur shqiptar, sa ishte si a Marimaga, nga paratë e tepra që kishin, që i nxirrin në për televizore, si thash të quajtur jurist, që kanë qenë radistët e Enver Hoxhës, radistët në numër 1 të Ministrisë të Brendshme, që llamatisën, Gjoja Shajin Grekun, Gjoja Shajin Salin, Gjoja Shajin Sërbin, ata janë të tyret. Pra, Byroja Kombëtare është e Amerikës 100%, do me thënë 100%, Spaku është 100%, s'kan kuven, e nga Spaku do arrestojmë 4 veta. Ish kryetari i parë, që ka qenë i sigurimit, ka vila, është atje, rri, si majmun, pra do arrestojnë të gjithë. Edhe njëherë, gjykat kushtetut, verja gishtin kokës. Kini familje, kini fëmijë. Nuk kini ku vini. Përfundojeni dhe thoni, me qenë se keni në dorë gjoja, ta shyrtoni atë letrën shkarravinën, thoni që nuk ka imunitet me askush, as Barjami, që ka mbuluar Skënderbejn Kaqer, që ai do shkojnë në burg, duke vjedhur, Bersapti djalin e ka në Evropë, në luks, me rrogë këtu. E shoqja me rrogë të... E shoqja që ze vërtet e ka ngritur zën, si kur ajo është vërtet mbretëresha që asë është kurkushi. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e çlirimit të Shqipërisë nga 100 vjet, 82 vjet, të mos shkojmë deri në Zogu, po shkojmë këthe më poshtë. Pra, erdhi koha e lirimit ju, e njëherë them, e keni Amerikën me vete 100%. Amerika është tuaj e dashur shqiptar. Do t'jini në shtesë shqiptar. Do bëhet një urë, jo vërtet urë, po do bëhet e 51, po do të ketë fuqinë Shqipëria komplet 100%, me kushtetut amerikane, që nuk do arri një president o një ministër, sekretar që do t'jenë, nuk do arri të marri dot $1, jo 100, një, shkon para hekurave. E janë demokrat që, në qoftë se jeni demokrat, e janë sa më parë, kjo është zyra, mos u merrni me as me PD-n e PP-s-n, ato partit ne i kemi mbyllur, që në kohën e jurikimit që tha Dohan Kash, ato janë shkatruar, a janë shikoni si zien njëri me tjetri, vjen tjetri duke shitur misra, edhe i duket vetja që vajti në burg vuri leshrat, edhe i duket vetja, unë thot jam i PD-s. U Berisha u ka si puna mize, po vetëm i gje për Berishës do shkojnë në burg dhe nuk do vej me sekretari i PD-s, po do vej në mënyrë civile.